do më ndihmosh edhe ti Bledi, me Ilir Hoxhën. Unë e kam shumë për zemër këtë koleg, sepse përveç punës si gazetar, Ilir Hoxha ka bërë edhe disa botime dhe unë e çmoj shumë sepse ne jemi ato që bëjmë, jo ato që themi. Lutem regjia, si? Jemi me konflikte pse? Pse? Patriotizmi kështu. Po ne të gjithë nga Shqipëria jemi burr. Okej, foto e parë ti kalojmë dhe do doja tani Ilir, shfrytëzoj rastin të them ato që unë ti kam thënë më vete, ja kam thënë dhe Bledit bile para emisionit, po ke bërë një gjë të jashtëzakonshme, domethënë çdo kush mund të shkruaj për Çorovodën, për Skraparin, po ti ke bërë një qytet i pesëqatorit, ore gjithë qyteti, domethënë ajo fusha aty, sa ishte fusha e gjatë? 87 metra. 87 me? Ishte kështu nga 50, 47. 87 me 47, ajo ishte Meka e Çorovodës. Dhe Ilir Hoxha ka bërë një libër, në cilin vit e ke botuar Ilir, që ti jemi të saktë? 2021. 2021, që gjithë qyteti, dhe jo vetëm qyteti, por gjithë Skrapari ishte rreth e rrotull, domethënë si rituali në Mekë që bëhet rreth gurit të Mekës, guri i zi i Mekës atje, që unë kam qenë dhe e kam para të, gjithë jeta e atij qytetit vogël me rreth 10.000 banor, por e gjithë Skraparit ishte rreth kësaj fushe 87 me 47, ë? Ua, domethënë Ilir, dua të thuash dy fjalë për këtë libër. Në kontekst të kësaj që thatë. Edhe në vitin 1968, një nga arsyet që ne nuk kemi dalë në kategori të parë, ne, me thënë peshtatorin. 68, ë? Ishte Gzim Kasmi, ishte edhe kjo arsye, sepse fusha ishte ekstreme, edhe sepse kishte pjersi, ë? Pas pjersi vonë kemi zënë të drejtë. Ne kemi zënë vonë mosha jonë. Pse në fillim ishte pjerë? Ishte kështu me edhe një nga arsyet tha që i kapën këta Gzim Kasmin, Paulin Ndojën. Do hyj edhe futbollit kombëtar, ë? Ata luanin Çorovod. Nikol Liton, edhe erdhi një nga këta të federatës, ore tha, çfarë kërkoni ju? Kërkoni të vdisnin në Skrapar, qysh, se ne ishim në vend të parë. Ne thënë ishim në vend të parë. Po, pastaj 3 ndeshjet e fundit në rrafën brenda, Delvina, ajo Butrinti. Okej. Sepse i thritën mendes ata. Ilir, këtu ju tha. Ilir, cili ka qenë komendimi i bukur që të kanë bërë për librin? Të kishe kërkuar Floritha, do kishe Axhi, po sikur të kishe kërkuar një dhe kisha hapur një minier Floritha, do kishe fituar më shumë, tha, kështu aq thellë pas ke futur. Këtu ishte ideja e Axhi me bredha, po pas ke hapur ashtu shumë. Sa faqe ka libri? 500 faqe. 500 faqe. Ilir, edhe një herë po them, do të them bravo e madhe, sepse ne jemi çfarë bëjmë dhe jo çfarë themi, dhe ti ke një merit të jashtëzakonshme. Unë nuk di që mund të ketë një banor të Çorovodës dhe të Skraparit që s'ka dëshirë të lexoj këtë libër. Ata që ka lexuar do ta lexojnë patjetër një ditë. Bledi Bledi do të bëjmë pyetje. Sikur çdo qytet i Shqipërisë të ketë një libër për ekipin e futbollit. Tash unë besoj se edhe mund ta kemë një pjesë. Jo, një pjesë mund ta kemë, po nuk ka, unë nuk e di. Jo, sidomos këto rrethet e vogla, qytetet e vogla. Duhet ta kenë. Duhet ta kenë, por nuk e ka. I thrasin memorie, si thrasin atyre emocioneve që ka. Histori e qytetit. Ju keni drejtë në fund fare, domethënë për Partizanin, për Tiranën në shkruajt shumë, për Vllaznin në shkruajt, për Flamurtarin, gjithmonë mund ta gjesh informacionin. Te Pelene. Po, kurse në qytet më të vogël, natyrisht. Timara. Duhet shkosh në bibliotekë pastaj ose në librari ta blesh atë libër. Pastaj ne kemi pasur një risi, me thënë vetë, siç e tha Landi, me thënë pozicioni i fushës ishte i tillë, që ishte Meka i rrethuar nga tifozët. Ne mund të jemi rast sui generis që kishte një prezencë të jashtëzakonshme femrash. Edhe kjo nuk bësh gjithë qyteti shkollë atje dhe mamat shkollën atje. Nuk bësh enka sepse ishte konservatorizëm, ishte, po justifikoheshim atë që ishim në xhiro dhe ishte rruga aty, ishte rruga edhe lart. Gjithë ajo rruga lart ishte me femra. Po Ilir, ti ke edhe disa tjera. Foto tjetër që ti kalojmë pak shpejt. Po. Tani, ke dy lutem këtu të dy librat. Ora, po ky nuk ndalet o Bledi, shikimo ç'u bën ky më. Kam bërë edhe të Paulin Ndojës, po nuk është në. Ore, lere ç'a do bësh? Po pitore se po flasim këtu Partizani. Ore, po pse u ngele ti për të shkojë për Partizanin? Kjo është një kolan e përbërë nga 4 vëllime. Faktikisht unë kam botuar vetëm 2, të parin dhe të katrin. Do me thënë, Gazmen Demi nuk do të thotë që flitet për Gazmen Demin, po duke qenë epoka e Gazmen Demit, flitet nga viti 2013 për Partizanin deri sot. Nësa kjo është viti i parë. Kjo është fillim. Ja, ju lutem regjia një foto me një pamje, jo foto, një sekuencë. Ja, e kjo atje. Po, Bledi,
Ore, po pse ngeli ky nga vinga Skapari po shkoi për Partizani? Çfarë bëni ju çumat këtu? Kanë dalë njerëz nga Iliria, janë bërë perandor të rrotës. Sa e bukur. Shiko, Partizani ka atë që tha ky për Flori, kjo është e dyta batuta më e bukur që të thënë. Domethënë, në Rom, vini nga Iliria, shkoni në Rom dhe bëheshin perandor. Edhe ti. Bravo. Foto tjetër? Këtu. Tu jeni në? Po, në Tiranë. Në Tiranë. Me Ismet Bellov. Tani, ti e ke pasur një lloj mentori Ismet Bellov, bile edhe fotoja tjetër lutem regjia është me Ismet Bellov, mos gaboj. Po. Tani do doja të dy madje që kur kam ardhur, me thënë kontakti i parë me profesorin qëlloj isha në Rafaelo në Shëngjin, unë isha menaxher. Ja këtu me Ismet Bellov, po. Dhe profesori erdhi me Olimpikun special. Ndërkohë unë shkruaja te Panorama Sport. Edhe hyn mohabet. Pastaj erdha në Tiranë, kështu tha do të bësh provë, për të komentuar. Edhe ka filluar te 2004, ndoshta aty. Bashkë me profesorin kemi punuar mbi 10 vjet, mbi 15 vjet në Olimpikun Special Shqiptar. Me thënë, kam një jetë më vete me profesorin, ishte një jashtëzakonshëm. Për atë mund të thonë të gjithë, po unë e kam përjetuar vetë. Me thënë, një personalitet, autoritet, i jashtëzakonshëm, një gjuhëtar njërë. Ishte gjuhëtar, nuk të linda se unë bëja shkrime, edhe ja jepja kështu. Ma kthente 3 herë, 4 herë. S'pas ke shkruar mirë. Po, jo, po, kështu. Ledi, dua dhe nga ana jote një kështu për një përcaktim për Ismet Bellov, legjendarin Ismet Bellov. Shiko, këta janë njerëzit që kanë pas një karrierë shumë të gjatë dhe që mbahen mend sidomos për një aspekt, për shembull. Dhe Ismeti mbahet mend për zërin e tij radiofonik, për kronikat e tij radiofonike. Një zë radiofonik për një periudhë shumë gjatë kohe që pas përfundimit të epokës Anton Mazret. Anton Mazret, do të ky ishte succesori i tij. Po, ajo është ai ka punuar për atë gjë, është ajo që thotë Iliri që edhe koha ka qenë e tillë që edhe vetë personi, pa diskutim njeriu, po edhe shkolla ishte e tillë që ti gjuhën shqipe do ta mësoje. Ti e di që shkolla parë në jetës, paktën në aspektin e kulturës. Ai ishte mik i Çabejt, me thënë thoshte gjithmonë, mik i Çabejt i ngushtë fare i Çabejt. Dhe ky personalitet që e kishte fjalën si mjetin e tij të punës kryesor, si jemi edhe ne si gazetar, ne duhet ta kemi dhe ai këtë e punoi që, domethënë, komentet e tij ishin tilla që sot mund t'i përmend të gjithë dhe i njohin të gjithë, sepse është një lloj etaloni, domethënë. Pranverë e vërtet në Tiranë tha. S'ke ku të edhësh, tha, dhe më shumë plot tha, s'ke ku të edhësh, jo, pranverë në mes së dimrit, tha. Një pranverë e vërtet në mes së dimrit. S'ke ku të edhësh kokën e modhur. Stadiumi ishte mbushur plot e për plot. Stadiumi ishte mbushur plot e për plot, s'ke ku të edhësh kokën e modhur. Po këto fraza ishin jashtë atyre stereotipeve. Apo tjetër e doli si Barsaleta ajo, kur shkoi për të bler te ato cigare dhe shkrepse, tha Partizani 2, tha, dhe shkrepse 1. Edhe Porotin e bënte ishte komentator, Partizani 2 dhe shkrepse 1. Do të thonë për gjithë ata që nuk e di, ishin paketat Partizani dhe ky vajti për 2 paketa Partizani dhe i shkrepte, tha Partizani 2 dhe shkrepse 1. Foto tjetër? Kishte timbër radiofonik të jashtëzakonshëm, por ishte. Tani, Ilir, këtu ku jeni këtu? Po, unë në studio. Unë jeni duke komentuar këtu? Jo, këtu jem si analist, me thënë kur në kohën që ishte Piro Ruvina, unë bëj analist. A emisioni Piro Ruvinët për jashtë? Jo, ky që është sot, po ishte deri para 6 vjetësh ishte Piro Ruvina e drejtonte. Po? Edhe ishim analist bashkë me profesorin në studio atje. Okej, foto tjetër? Ilir, jo këtu nuk do të pyes ty. Bledi, si janë gazetarët e sportit? Si janë? Të shkurtër. Jo, gazetarët përgjithësi janë të shkurtër. Jo, se edhe atë të gjatë që kishim Shako Hoxha, mi gjatë, ishte gazetari mi gjatë, ai iku nga gazetaria dhe prapë të shkurtër kanë mbetur. Ndryshoi profil. Shiko, gazetarët janë ata që japin maksimumin në këtë vend. Natyrisht çdo gjë vjen me moshën. Kur je i ri, nuk je në atë nivel që mund të jesh mas shumë vitesh, por nuk e di që nuk je. Gjithmonë njeriu mendon që është, edhe është normale, se po s'patë besim tek vetja nuk ecën përpara. Edhe ne kur kemi filluar në vitin 92-93 për shembull, thoshte një batuta me Çari për shembull. Çana thot ky neve, kupton se njeriu i ri gjithmonë do që lavdërohet, jo kritikohet. Kisha Çarin këtu dhe kanë bërë intervistë të shkëlqyer. Por detyrimisht që
Kështu që sipas kushteve, natyrisht gazetaria kalon në përgjithësi një moment vështirë, edhe në Shqipëri, në aspektin financiar, media nuk është ai më i mirë i mundshëm. Edhe tregu ndoshta, sepse në fund fare edhe popullsia që kanë ngel këtu ndoshta nuk është ajo që ka qenë dikur, edhe vëmendja që sot ka telefonin ti e merr informacionin nga duash, nuk është më duhet gjesh diçka të re për të bërë. Gjithmonë është një sfidë. Edhe gazetaria sportive, Landi, si çdo profesion tjetër është një sfidë e madhe që duhet ta fitosh për ditë, që të rish në treg edhe të duan njerëzit. Foto tjetër? Se kemi t'i kalojmë shpejt. Tani, për ty si është gazetaria sportive, se ti autor librash, po ja, edhe këtu ke dhe kolegët. Me kolegët, me Bagun. Ervin Bagu. Stadium. Bagu duhet jetë atje në Varshavës. Ka vajt atje në Varshavë. Është ndulla, me të komentatorë këta tre, edhe Baku si babaj i gazetarisë, shumë. Po, gazetaria. Gazetaria është, s'du t'jesh gazetar sot, është e vështirë. S'du t'jesh? Ja. është profesion shpirtërore, s'du t'jesh këtu i lirë, këtu them shumë, bie automatik këtu. Merë frymë edhe, Robi merë frymë edhe ushqet. Kur këtu është ideja që janë të pavlerësuar, këtu e kam. Janë të pavlerësuar? Këtu është pavlerësuar janë. Do me thënë, imagino, unë kam parasysh këte kolegë të komentatorë, nuk futen do të në stadiumë, venë për të transmituar nuk futen do të stadiumë. Po, që organizim një skandaloze. Që ka që organizim? Po, foto tjetër, dhe ndërkohë, i lutem regjia të bëj gati dhe një lidhje me Xhodën edhe njerë, i lirë. Këtu jam në Durrës, unë besoj, po në Durrës. Zakonisht mbuloj Durrësin edhe këto Tiranë, po. Në komentimat. Cili sot, mirë, okej, Ismet Bellova ishte pasarësi i Anton Mazrekut, po pasarësi i Ismet Bellova kush është sot? Bledi kush është? Shiko, ne... Ka diferencë, problemi se ka diferencë edhe... Do shta mund t'jenë disa... Janë disa... Kush? Ka një... Në kohën e kaluar, kishte një lloj sistemi që ti do vlerësoshe për atë që ishe. Aq ishte kufiri, po kishte... është si puna e sportit. Pra ti do gjeje një punë atë, do merr një rrogë që mund të ishte 7-8.000 lekë, do merr edhe një trajtim që mund të ishte 3.000 lekë, klasin 2 vjetra gjithmonë muaj. Do merr edhe një shtëpi, tani do dilë edhe jashtë shtetit. Ti respektin e kishe, domethënë kjo ishte jeta e Shqipërisë në atë kohë. Dhe këta njerëz ishin njerëz ikona sepse respektoheshin nga gjithë, dhe Vaçezela, ata nuk ishin të pasur. Kuptohet. Sot kanë ndryshuar gjërat sepse ti nuk mundesh t'ia kushtosh jetën profesionale një profesionit vetëm. Ti nuk mund të thush unë do jem vetëm radiokronist. Ti duhet merresh me gjëra të tjera, ti nuk jeton dot. Kupton? Kohën atëherë Dinamo e Kreshnik Tartarit, ato ishin vajza që punonin, ishin në shkollë, por ama ishin sa perform në punë fatikisht. Ato ishin profesionistë në aspektin e punës. Kot ishte ajo amatori, 6 orë dhe sado kur do shkonin për grumbullime, ata shkonin kudo që ti çonte trajneri dhe gjitha ishin të shtetit. Çdo hotel ishte pa pagesë, trajtimi ishte pa pagesë. Po këtë dini ju që kur kalonte një futbollist, një volebollist e Dinamos, apo dhe një futbollist i njohur në rrugë dhe ti e shikoje, ajo ishte ngjarje. E dini këtë? Unë e kam përjetuar me Bellovën këtë. Landi, e di pse si ishte ngjarje, nuk ishte sepse ti njerëzit e mëdhenj që ishin këtu, sportistët e mëdhenj, po themi Ginfagun, Elatasen, u di. Lere këta që kishin profesorë. Këta ishin njerëz që jetonin me ne. Jetonim me ne, kupton. Vangel Koja i famshëm, babai i volejbollit, domethënë Anton Kona, që ishin dy rival, kur ranë ndeshja Partizani Dinamo në volejboll për djem, domethënë në pallatin e sportit të Partizani sot Aslan Rusi, ata ishin rivalët, dhe ata vinin në këmbë. Nga pallati i sportit e shtëpive vetë që kishin, tani ti sot nuk e imagjinon dot. Okej, kemi lidhje përsëri tani në këto momente Xhevdet Zegaj nga hoteli ku ndodhet kombëtarja e Shqipërisë, po përshëndetje Xhoda. Xhoda, përshëndetje, Rolandi jam nga studio, nga Dekalogu, në dritare. Më dëgjon? Nuk e di pse ka një problem, nuk e di se ne... Ai nuk e di që e lidhur prandaj. Xhoda, përshëndetje Xhoda. Xhoda, përshëndetje, më dëgjon? Xhoda. Zoti Zegaj, më dëgjon? Kemi një problem, ndërkohë mund të komunikoj regjia dhe pastaj të bëjmë lidhjen. Po, ndërkohë unë thashë ishte fat që të shikohej dhe të kontaktohej me një sportist asaj kohe, po ishte super fat ti kishe dhe në shkollë, për shembull unë kisha profesor fizikulture Bekush Birçen, që është bërë tani ka ndërruar jetë, po unë kisha unë bëra diçka të bukur në një nga emisionet e ftova në emision dhe
ishte kënaqësi, apo kam pasur profesor Ilir Lamë dhe ne bënim shaka dhe sot kur e takoj kur fitonte Partizani, Ilir Lamë vinte ditën e hënë i pari në punë, vinte që në 7.